Mirëmëngjesit të nderuar miq të portalit Index.al. Po japim shtypin e përditshëm për datën e sotme 6 gusht 2014. Gazeta Tema hapet me kryartikullin Basha lihet jashtë, padi penale për grupin negociator të marrëveshjes së detit. Audituesi ja lë përgjegjësinë Bankës së Shqipërisë. Asnjë vërejtje nga banka, i ka miratuar pa rezerva raportet e kontrollit. Arrestohet shefi policisë së Kukësit për pengmarrje. Ndjekje penale ndaj drejtuesve të universiteteve që abuzuan. Bledi Mane, Garuzdia Pullani, Ben Andoni, a mund të ketë bazë terrorizmi urban tek ne? Editorial nga Mero Baze, vërtet mendoni se është ende guvernator? Prezantoi projekti Lungomare Rama do e shijojmë nga vjeshta 2015-s. Krimi në familje godet sërish, burri vret grua në Berat. Kto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Tema. Vijojmë me gazetën e radhës Dita. Piratët e karburantit. Pakti detar me Greqinë, nisin zyrtarisht hetimet. Prokuroria thërret për të pyetur krejt ekipin negociator të marrëveshjes, por sa fajtor janë realisht qirakët, kur urdhrin për shitjen e detit e morën nga ustallarët. A është ky hap një përpjekje për të justifikuar tradhtinë kombëtare me ndonjë kokë turku? Të artikujt do të lexoni gjërësisht në gazetën në faqen 2 dhe 3. Universitetet. Debat për transferimin e studentëve në Rethe. Ngrin doktoraturat e mjekësisë. Opinione. Parakalimi i fundit i kioskave të diplomave nga Kosta Bajraba. Rama hapi dosjet e universiteteve. Pezullimi. Akademia e Rendit Burga ja lë vendin Memës, i hapet rruga hetimit të 21 janarit. Skenarët e Berishës për destabilizim do të vazhdojnë. Kur të thoni idiot, malok, cop, mish, pabuks, kaptunar, qor. Bullizmi për masat e një dukurie. Jeta e vështirë e familjes adoleshentit të sotëm shqiptar. Bisedë me psikologjen Dene Tatoqe. Kto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Dita. Vijojmë me gazetën e radhës Panorama. Vjedhja e bankës, urdhër arresti për drejtorin e Thesarit. Prokuroria ngre akuze dhe për të besuarin e guvernatorit. Çollaku, dorëzohem nesër. Pasuria, Pullani nuk deklaroi orët e luksit. Opinion, a është kaq e thjeshtë e vërteta për bankën nga mentor Nazarko? Opinion, një leksion frymëzues i ministres së arsimit nga Gilman Bakalli. Opinion, disa sugjerime për reformën e arsimit në lartë, gazet Preçi. Konkurenca, makinat, ndryshon formula për çmimin e siguracionit. Ministri i arsimit sqaron procedurat. Basha jo mbylljes së filialeve të UT-s. Berisha protesta në shtator. Mbyllja e universiteteve Nikolla si transferojnë 6.000 studentë, diplomat nuk cënohen. Vdes në spital. Viktima Mimoza Zeqo masakron të shoqen me thik, e motra i dha edhe fotoksin. Policia, pranga për pengmarrje shefit të Rendit të Kukësit. Procedimi penal i prokurorisë, nis hetimi për paktin detar me Greqinë të paditur edhe 3 ambasadorë. Ditari i sekretarit të PPSH-s në 78 ditët e fundit në spital, Hysni Kapo Ismail Kadare. Shënimet e Hysni Kapos në Paris, Kadare ka mendime të gabuara. Vjedhja e bankës, urdhër arresti për drejtorin e Thesarit. Prokuroria ngre akuze dhe për të besuarin e guvernatorit. Çollaku, dorëzohem nesër. Pasuria, Pullani nuk deklaroi orët e luksit. Kto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Panorama. Vijojmë me gazetën Standard. Hyn në fuqi vendimi. Regjistrimi i celularëve si përgjohen telefonatat e SMS. Çfarë është email? Basha, vendimi për email i paligjshëm, qytetarët dhe kompanitë të mos e zbatojnë. Harito nuk përgjohet përmes email. Krimi në familje. Burri vret me thik gruan dhe detyron të pijë derë me fotoksin. Letra e 1958-s, si u kundërshtuan franceskanët dhe fretonit për botimin e lahutës së fishtës në Mërgim.
Vjedhja e Thesarit. Misioni i ri i FMN-s në Tiranë do kontrolloj Bankën e Shqipërisë. Divjak. Ushtria çmonton dhe largon nga plazhi avionin e Riformatos. Vjedhja e Bankës së Shqipërisë. Prokuroria pret urdhër ndalimi për ish-drejtorin Çollaku. Reagon Mash, heqja licencës për 18 universitete. Si do të bëhet shpërndarja e studentëve? Vrasja Santos, filmimi i krimit i padorëzuar ende nga policia në prokurori. Koment, protesta dhe Banka e Shqipërisë nga Mateo Spaho. Kontratat e kredisë, përfitimet dhe rreziku që vjen nga bankat. Kukës u bën të nder miqve, dhunon të riun e marr peng, pranga shefi të rendit. Këto ishën disa nga artikuj të gazetës Standard, vjoj me gazetën Shekulli. Pa dite negociatorët e detit. Pakti me Greqinë, Bushati kërkoi nga kryeprokurori verifikimin e dosjes. Rrëfimi i bankierit Llazi Balliu, vjedhja e parave ja rregullat për 3 çelësat e bankës. Intervista e ish anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës për Sigurinë e Lekut, besueshmërinë e sistemit bankar dhe vjedhjet. Urdhër aresti për ish-drejtorin e qendrës së emisionit të Thesarit, Dorian Çollaku. Ekspertët zbulojnë mungesë dokumentash në linç. Kush do t'u kthejë shqiptarëve 713 milion dollar? Opinion nga Miltiad Muçi. Kukës, pranga shefit të rendit për dhunë, arreston edhe 2 policë në Rinas. Celularët, debatet për email harritën, nuk është përgjues për kod identifikues. Projekti, lungomare Rama nga Vlora deri në Saran. Pakti me Greqinë, Bushati kërkoi nga kryeprokurori verifikimin e dosjes. Në pyetje negociatorët si Kristal Gjerveni dhe diplomatët, i paqartë pozicioni për hetimin e Lulzim Bashës. Vendimi i ministrisë, njihen diplomat e universiteteve të mbyllura. Prisk, burri shkoni plagosur në spital, më qelloi Florencë Hoxha. Horror në Kuçov, burri masakron gruan dhe më pas i jep fotoksin. Fush Kruj, zhdukja e prindrit, policia rihap çështjen, 2 vite nga rrëmbimi i 47 vjeçarit babait 3 fëmijëve. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës Shekulli, vjoj me gazetën Mapo. Vjedhja 7 milion dollarëve, urdhër aresti për ish-drejtorin e Thesarit, zbardhet zinxhiri i abuzimeve. Regjistrimi i numrit të celularëve. Basha, Rama do ju përgjoj qytetarët dhe kompanitë mos të dorëzojnë email. Ngërç nga Bujar Kapeqiu, mbylla Universitetet Piramida. Opinion editorial, disa ide bashkisë për të ulur ndotjen. Një akt i guximshëm i Bashës, si duhet gjykuar Banka Qendrore. Krimi, vret barbarisht gruan, helmon me fotoksin pas dhunës. Dorëzimi i territorit, hetim 11 negociatorëve për paktin detar me Greqinë. Raporti i ministrisë asnjë universitet shtetëror nuk u akreditua si do sistemohen 5820 studentët. Afër dhe larg a mund të përgjojni përmes email. Këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Mapo, vjoj me gazetën Shqip. Aratistet njeriu i parave. Prokuroria lëshon urdhër aresti, por policia nuk e gjen në shtëpi. Në Bitraj dhe Fullani, nga Arbër Zaimi. Djali më i miri i krejtëve nga Fadile Paja. Siguracionet e makinave, ndryshon sistemi dhe çmimet. Ku shkojnë studentët e universiteteve të mbyllura? Kandidon pa e lënë postin zyrtar, zgjedhjet në PD shkelen rregullat për Xhelal Mziun. Fakti i detit në iniciatimi për dorëzim territori. Myslim Pasha, deti i Pandare dhe me malin e zi. Burri torturon deri në vdekje gruan, helmon studentët. 10 në spital, 2 në gjendje të rëndë, helmojnë studentët. Kukës arrestohet për pengmarrje shefi i rendit, Recep Qosja 13 libra. Horoskopi, shenjat më të prirura për tradhti, aloe vera është vërtet e fuqishme sa një ilaç. Analiza, Rusia në sanksionet perëndimore. Këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Shqip, vjoj me gazetën e radhës Panorama Sport. Prezantohet Villa, fitoi titullin me Partizanin.
të kujt shpërthejnë miqësore mundin 8-0 rivalët bulgar. Akord për Armeron, ikën Robinho e Konstant, Milan. Inter, Kovacic, Juvja është me dobër, Inter, Kovacic, Juvja është me dobër, pa Konten. Gjermani, Bayerni merr Pepe Reinën për Portën. Guinness Cup, Van Gaal fiton trofeun e parë, mund Liverpoolin. Rrëfimi Ujkanit, kushërinjt mi kanë vranë para syve, na shpëtoi një serb. Tirana, Karabici, jap se i dha shiritin, Bulkut, më falni. Vllaznia, Krajas më kontakton asnjë nga klubi. Mesfushori Kuqezi shënon për Grosh Peresin, por eliminon Lila. Armir Arbashi Eurogol në Champions. Flamurtari, futbollistët 2 muaj pa u paguar. Spanjë, Xavi tërhiqet nga kombëtarja. Orlesi në Ukrainë provë te Metalurgu, Skënderbeu. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës Panorama Sport. Vijojmë me gazetën Sot. Edi Rama mbledh komisionin e 70 vjetorit të çlirimit, u kërkon të shmanget figura e Enver Hoxhës. 4 ministra shkelin urdhrin e kryeministrit, nuk dorëzojnë mandatet e deputetit, frikë nga ndryshimet në qeverinë shtatore. Raporti Ardian Pullani zhduku dokumentet e shpenzimeve dhe procesverbalit e kontrolleve të bankës. Eriku Jar gjop 500 euro për drifting. Adriatik Vllalla shpëton Lulzim Bashën dhe Sali Berishën nga hetimet për shitjen e detit. Procedim penal 11 negociatorëve të marrëveshjes. Vrasja Santos përplas policin me prokurorin, ping-pong me provat e ngjarjes. Skandal në policinë e shtetit, shefi i rendit në Kukës merr peng të riun për llogaritë të 2 miqve të tij. Politika hesht, ndërsa prokuroria i vjen rrotull mega skandali. Opinion nga Besi Bekteshi, fundi marrëzisë universitare. Nga Ramazan Sheria të gjithë mazhorancë opozit para një prove madhe. Politika hesht ndërsa prokuroria i vjen rrotull mega skandalit nga Palinito. Editorial. Ashtë prokurori Vllalla, pjesë e skenarit. Pullani dhe au emërua prokuror që jetoi vrasjen e Uldashit për të dështuar hetimet. Këto ishën disa nga artikull kryesor të gazetës Sot. Vijojmë me gazetën e radhës Telegraf. Gazeta Telegraf hapet me ky artikullin, hetohet për vdekjen e pacientes, zhduket rektori i mjekësisë. Skandali. Kur pritej arrestimi rektori Ali Reftalli aratiset nga Shqipëria në Francë. Është larguar nga Rinasi me bekimin e policisë. Drejtësisë e njerëzve me pushtet. I mori 8.400 euro, pacientja vdes në klinikën private. Si bëri autopsin, policia refuzoi denoncimin e familjarëve. Skënder Luarasi, përndjekur i 2 regjimeve. Flet Petro Luarasi sulmi zogut me Skënderin dhe themelimi i lidhjes së shkrimtarëve. Lidhjet me Migjenin, keq kuptimi me Hasan Prishtinën dhe sherret me Enverin. Miqësia me Agim Shën dhe Agim Gjakovën. Opinion koment, patriotët me mendje ndritur që kanë nxjerr kombi shqiptar nga Frank Kreli. Marrëzia e mohimit total nga Vajgjun Saro. Terrorizmi sëmundje pa shërim. Nga Kopi Kyçiku, Akademik. Telegrafi i rrethteve. Ndarja territoriale, Lukova drejt referendumit. Zhdukjen 750 milion lek, hetim në tatim taksa. Ikën Burgaj, Mema në kryet Akademisë së Policisë. Bombardimi atomik, mesazhi nga Hiroshima Nagasaki, profesor Dine Media, tragedia e luftës së dytë botërore, që u mori jetën dhe gjymtoi mijëra njerëz. Kryeministri në Vlorë, Edi Rama, projekti Lungomares, ndikim në kufizimin e turizmit në jug. Grabitja në bankën shqiptare, Aleanca Kuqezi në protestë, rrethon bankën me shiritin. Sken krimi. Ligji për privatësinë, Lulzim Basha mos dorëzoni të dhënat e celularëve. Qeveria do t'ju përgjojë. Këto ishën disa nga artikujt e gazetës Telegraf. Vijojmë me gazetën shqiptare. I shkreu i Thesarit, urdhër ndalimi për Dorian Çollaku.
dosja, filmimet e kamerave. Prokurorët Ardian Bitra i puste parat në kasaport personale. Eksperti ligjor çaloi zinxhiri drejtuesi bankës, ministri i arsimit masteri, rash edhe unë viktime sistemit. 5 deputet, diplomat tek universitetet me probleme. Nikola, sistemimi i studentëve. Drejtori i QSA-s Ardian Marashi akuza Ramës me Kadare Çuli ka doktoratur. Lindja në tetor, bebi më jep energji. Klajda Gjosha pritja djalit o guni mirë për një motor. Pakti detar kush janë që rrezikojnë 11 negociatorët, kufirin një sketimi. I deportuarit zbret në Rinas dhe aratiset arrestojnë 2 policë. Ura vajgurore pranga autorit, horror në familje vret gruan i jep helm me dhunë. Legalizimet hynë në fuqi formula me tarifat e reja. Ja kush nuk paguan apo i ulet tarifa. Opinioni i ditës. Nga Spartak Ngjela, shkolla nevoja për revolucion racional. Opinioni i ditës nga Dritan Hila. Dëshpërimisht Fullani. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës shqiptare. Dhe me gazetën shqiptare kemi përfunduar shtypin e ditës për datën e sotme, 6 gusht 2014. Ju falenderoj që na ndihni, ju uroj një ditë sa më të mbarë. Ritakojmë sërish nesër. Miru dëgjofshi.